Veterani i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, i njohur si flamurtari ikonik Muhamet Kukaj, ka kaluar me sukses një ndërhyrje të rënd mjekësore pasi pësoi një sulm në zemër. Ai, sipas një videoje të publikuar nga një mik i tij, është sulmuar për 3 ditë nga ataku në zemër dhe atëherë ka shkuar në spital për trajtim. Siç thot Kukaj në video, atij janë vendosur gjithsej 7 stenta, ndërsa gjendja e tij shëndetësore raportohet të jetë stabile dhe jashtë rrezikut për jetën. Aktualisht ai po vazhdon trajtimin dhe rikuperimin nën kujdesin e stafit mjekësor. Familjar, bashkëluftëtar dhe qytetar të shumt kanë shprehur mbështetje dhe urime për shërimin e shpejtë të tij, duke vlerësuar kontributin e tij gjatë luftës dhe duke i dëshiruar shëndet të plotë. I jashtëzakonshëm është ish ushtari i UÇK-s që mbi supet e tij mbart historinë e lavdishme, por edhe shumë të dhimbshme nga lufta e Kosovës. Muhamet Kukaj, i njohur edhe si ushtari që nuk e zhvesh kurrë uniformën e UÇK-s, në një intervistë për mediat ka rrëfyer më shumë për jetën që dikur kishte dhe ajo çfarë sot i mungon. Kuka është një ish ushtar i UÇK-s dhe është fytyra më e njohur që nga mbarimi i luftës që tash e 21 vite, asnjëherë nuk mungon në tubimet që lidhen me luftën dhe nderimin që i bëhet Kosovës dhe UÇK-s. Kuka është nga qyteti i Ferizajt dhe ka jetuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kur në Kosovë nisi lufta dhe pa hezituar fare, ai e la Amerikën dhe ju bashkua ushtrisë çlirimtare të Kosovës, duke mos u ndarë kurrë më emocionalisht me të. Historia e tij lidhet ngushtë edhe me pavarësinë e Shteteve të Bashkuara, se pasi që është dita kur ai feston me zemër dhe është falendërues për gjithë jetën. Në çdo përvjetor të pavarësisë së SBA-s ja vlen të përmendim edhe historinë e Muhamet Kukës nga Ferizaj, i cili aktualisht e ka një jetë të vështirë për shkak të gjendjes jo të mirë ekonomike dhe vajzës së smur. I veshur me uniformën e UÇK-s dhe flamurin kombëtar që mban për brenda, ai sot i kujton të gjitha. Kam jetuar në Amerikë dhe kisha jetën shumë të mirë atje, por gjithçka ndryshoi kur lufta filloi e në televizion kemi parë masakrat që po bëheshin në Kosovë. Vendosa të kthehem dhe thash, ja sot ja kur. U organizuam dhe arritëm në tokën tonë kur serbët ishin duke bërë tmerrin. Kam qenë pjesë e batalionit Atlantiku dhe sa po erdha në Kosovë takova vëllaun tim Shaban Kuka, tashmë të ndjer që nuk e kisha parë me vite, e takova në luftë në Kosovë. Unë kisha ardhur nga Amerika e ai nga Zvicra, ka thënë 70 vjeçari, i cili është sot simboli i luftës së Kosovës. Kuka ka qenë pjesë e batalionit Atlantiku dhe në shenjë nderimi dhe mirënjohje nuk lë cep të Kosovës pa shkelur, e krejt këtë e bën për t'i nderuar dëshmorët dhe familjet e tyre. Rrobat e ushtrisë së Muhamet Kukës nuk vjetërohen kurrë për të. Në çdo përvjetor të ndonjë dëshmori, në protestat për të mbrojtur luftën e pastër të UÇK-s, ai vesh përsëri ato dhe me flamurin në dorë, niset për Prishtinë dhe në secilin qytet të Republikës së Kosovës. Këto rroba që i kanë vesh janë rrobat që i kisha në luftë dhe i ruaj si sytë e ballit, sepse këto janë të gjithçka për mua. Vjetërsia e tyre tregon vuajtjet e mia dhe të popullit tonë të UÇK-s, sepse kjo tokë ka vuajtur shumë, por që tani jemi të lirë dhe të punojmë shumë për këtë vend.